Sot tufa idiotëve dobishëm që paguan me paratë e pistat familjes, kishte dalë në televizionet e opozitës, duke thënë se merita kryesore pse u miratua sot raporti i parë, është e opozitës. Në këtë pikë është e qartë pse vendi sot ka alternativë një dështim spektakolar politik siç është katandisur Partia Demokratike, sepse ishin pokta Abitbila që prej 6 muaj shtonin se integrimi është bllokuar dhe shumë broshkulla qesharake. Deri dje flisnin për korrupsionin, për tunelin, për Porto Romanon. Ja pra ku Porto Romano përmend në Senatin Amerikan mbrëm, jo si korrupsion, po si projekt strategjik i mbështetur direkt nga Shtetet e Bashkuara. Ja pra, edhe sot raporti i parë miratohet, nesër votohet nga 27 vendet anëtare dhe thënën Rama fluturon drejt Brukselit për mbledhjen e radhës me komisionin në një proces integrimi i cili nuk dalet dot as nga klismat e korbave të Zenit, as nga çudirat e botës lizës dhe as nga taka 12 ponçe ndjellëse të Jorita Tabakut. Ishte një javë shumë e mirë për Shqipërinë dhe një javë shumë e keqe për Sali Berishën. Këtë javë ai e nisi me festimin e 5 vjetorit të ndërshkimit non grata nga anglo-amerikanët, vazhdoi me miratimin e Ibarit dhe mbyllet të shtunën me vdekjen demokratike të partisë tij në një krye të cilës ai do të zgjidhet në një proces të palishëm, të pamoralshëm dhe për më tepër qesharak. Por urime doktor, kësaj radhe dhe këtë javë kanali i urave Zeza është i gjithi në rubinetin opozita e tij më e mirë. Por kjo mund të ndryshojë. Shumë shpejt socialistët do duhet të ndajnë mendjen se kë do kandidojnë në Tiranë. Por nëse zgjedhin Erion Braçën, e sigurt është që do fitojnë, por po ashtu e sigurt është që nuk do të zgjedhin një Erion tjetër. Me Braçën jam sonë në program. Sikla. Sigurisht që Europa mbetet një iluzion më shumë se sa një ëndër. Nesër gjërat mund të ndryshojnë, detyrat që vendos raporti i parë na bëjnë mirë në radhë parë për veten tonë. Dhe duhet ta pranojmë përtej faktit se po përjetojmë opozitën më destruktive të 36 vitet e pluralizëm, paradoksalisht kjo është dhe opozita më e dobët e këtyre 3 dekadave e gjysmë. Por kjo nuk do të thotë se gjërat po ecën në mënyrë perfekte. Sot Edi Rama ka krahun e tij të majt dhe djathtë jashtë lojës politike. Dhe nëse mund debatojmë cili është krahu majt dhe cili krahu djathtë, fakti është se qeverisja socialiste sot çalon në nivel kombëtar dhe lokal. Kjo vjen edhe për shkak të reformës dëshpërimisht jo të suksesshme në drejtësi, me pasojë direkte në qeverisje, me një kryetar bashkie i cili mban zyrën por nuk del dot nga qelia dhe një ish zëvendëskryeministre e cila edhe e shkarkuar mbetet zyrtarisht akoma e pezulluar. Por paradoksi më i madh është sigurisht Tirana. Kryeqyteti është një kaos administrativ dhe përgjegjësia kryesore është politike. Dhe në mungesë një kryetari de facto dhe të një opozite reale, të dyja rolet dhe përgjegjësitë në Tiranë ka zgjedhur të vetë marrë një personazh tashmë historik politik, Erion Braçë. Me celularin e tij nëpër çdo rrugis të Tiranës, nëpër çdo cep ku parkohet keq, ku nuk mblidhen plerat, ku nuk ndriçohen rrugët, Erion Braçë është kthyer në maktin e vërtetë të Bashkisë së Tiranës. Prej disa javësh ai nuk e ka fshehur dëshirën e tij për të kandiduar për bashkinë më të madhe dhe më të rëndësishme politike në vend. Por ka një problem. Edi Rama e ka ndërkohë një emër kandidati për Tiranën. Po apo del Erion Braçë kundër Edi Ramës? Në dhjetor të vitit 2002, Sali Berisha në rrogë ndërmua dhe disa kolegëve tjerë na pa thënë Sokol bashkë me Fatosnanën do t'i bëjmë Edi Ramës një dhuratë në janar. Dhe vërtet në 13 janar 2003, edhe me bekimin e socialistëve, u hap një komisionit timor parlamentar ndaj Bashkisë së Tiranës dhe Edi Ramës. Në të merrte pjesë edhe Erion Braçë. Dhe nëse Edi Rama fitoi të betejë të parë të egër politike përballë PD-s, por dhe përballë hienave socialiste, e fitoi edhe fal Erion Braçës. Pra jo, Erion Braçë nuk është kundër Edi Ramës, por mbetet deri tani opozita e tij më e mirë. Por kjo mund të ndryshojë. Shumë shpejt socialistët do duhet të ndajnë mendjen se kë do kandidojnë në Tiranë. Por nëse zgjedhin Erion Braçën, e sigurt është që do fitojnë, por po ashtu e sigurt është që nuk do të zgjedhin një Erion tjetër. Me Braçën jam sonë në program. Sikla.